Ma mirë se vitin e kalum, se vitin e kalum ka qenë vetëm një aktivitet. Kështu që kemi një progres në këtë aspekt. Megjithatë, me lanë anash pak humorin, mendoj që është një ditë që duhet me u shënu, sidomos për institucioneve, i gëzohen faktit që Komuna e Prishtinës e ka nisë një këtë vetë me thane ka shënu tashmë këtë ditë. Por që mbetet me u pa edhe viteve të ashme, kjo, si me thonë, kontribon që sa do pak me hap diskutimin në opinionin publik lidhur me rëndësinë e arsimit, me sfidat me cilat përballet Kosova në këtë sektor, por njëkohësisht edhe me kthy vëmendjen të gjitha palëve, sepse në fund ditës diku më shumë e diku më pak, megjithatë arsimi si i tillë është përgjegjësi sociale, është përgjegjësi që na përket secilit prej nesh në një apo tjetër mënyrë. A është privilegj arsimi në Kosovë? Jo, me dokumente nuk është, e di, është e garantuar, është e rregullt, por në praktik, a ka shembuj ku mund thuhet se arsimimi në Kosovë është privilegj? Pyetje interesant, po realisht Kosova tash e ka obligativ arsimin fillor të mesën të ulët dhe të mesën të lartë, por që realisht vazhdojmë me pas braktisje të shkollës, edhe vazhdojmë me pas edhe fëmijë që nuk regjistrohen fare në shkollë, sidomos në zona thella rurale, paçka se kjo sanksionohet edhe me ligje, përkatësisht prindi është i obliguar me çu fëmijën në shkollë ose kujdestari. Në të kundërt, si me thonë, konsiderohet vepër që trajtohet në gjykata, por që jam interesu për këtë çështje dhe deri sot të paktën informata që unë posedoj, as edhe një herë nuk ka ndodhur me u apliku ligjin fjalë për me u denu një prind ose një kujdestar për mungesën e fëmijës në shkollë ose për braktisjen e shkollës si të tillë. Fatkeqësisht me këtë fenomen më shumë përballen komunitetet pakis në Kosovë, sidomos komuniteti Rama Shkali dhe Egjiptian, por që nuk përjashtohet natyrisht edhe komunitetet tjera, përfshirë edhe komunitetin shumicë. Nëse marrim nga ky këndvështrim, mbetet në një farë forme arsimi privilegj, por që me ligje edhe në parim kështu çësia është që me pas gjithë përfshirje edhe arsimi me qenë i mundshëm edhe i arritshëm për të gjitha palët. Nëse shkojmë tash te edukimi i hershëm, te arsimi parafillor, parashkollor, aty e kemi privilegjin e theksueshëm